Të dashur vëllezër dhe motra, sot në këtë festë e Krishtlindjes, kisha shpall me gëzim të madh një të vërtet themelore të fesë tonë. Zoti u bë njeri. Në hershjen e natës larg zhurmës dhe pushtetit të botës, në varfëri në një stall të Betlehemit, lind ai që është shpresa e botës. Izaia profet shpall populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Edhe sot shumë njerëz ecin në errësirë, në frikë, në pasiguri, në dhunë dhe në luftra. Njeriu i sotëm ndjehet i humbur, i lodhur dhe i pasigurt për të ardhmen. As mali i zi dhe rajoni nuk janë të përjashtuar nga këto shqetësime dhe tensione. Por Krishtlindja na sjell një lajm të mirë, një lajm tjetër, një lajm të ri. Errësira nuk ka fjalën e fundit, Zoti nuk na ka braktisur. Ai hyn në historinë tonë, në plagët tona, në frikat tona për t'i shëruar dhe për t'i kthyer në shpresë. Nuk vjen me forcë, as me armë, as me kërcënime, por vjen me dritë. Lind si fëmijë, i vogël dhe i pamprojtur, për të na treguar se dashuria është më e fortë se çdo dhunë. Kjo dashuria e hyjit nuk është vetëm një dhuratë për t'u pranuar, por është thjesht një thirrje për ta jetuar. Nafton të heqim dorë nga urrejtja, nga egoizmi dhe nga dhuna dhe të jetojmë me drejtësi, me paqe dhe me dashuri. Krishtlindja është edhe një thirrje në përgjegjësi. Këtu në Maltezi, në një vend me histori bashkëjetese dhe dallimesh, jemi të ftuar të jemi ndërtues të paqes, të ruajmë dinjitetin e çdo njeriu edhe të zgjedhim dialogun në vend të përçarjes. Si besimtar jemi të thirrur të jemi dritë aty ku ka errësirë, shpresë aty ku ka dëshpërim dhe afërsi aty ku ka vetmi. Të dashur vëllezër dhe motra, në Krishtin na është dhënë shpresa që nuk zhgënjen. Një shpresë që nuk mbështetet në forcat njerëzore, por në besnikrinë e hyjit. Le të ndizet kjo dritë dashurie në zemrat tona, në familjet tona dhe në gjithë malin e zi. Le ta mbush fëmia i Betlehemit jetën tonë me paqe, edhe le të na shoqëroj me bekimet e tija gjatë gjithë vitit që është para nesh. Me këtë fe, në emër të i pezhit e Kotorit, e i pezhvisë e Kotorit, si edhe në emër të argjipezhvisë të Ivarit, dhe në këtë shpresë, të dashur vëllezër dhe motra, sot në këtë festë e Krishtlindjes, kisha shpall me gëzim të madh një të vërtet themelore të fesë tonë. Zoti u bë njeri. Në hershjen e natës larg zhurmës dhe pushtetit të botës, në varfëri në një stall të Betlehemit, lind ai që është shpresa e botës. Izaia profet shpall populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Edhe sot shumë njerëz ecin në errësirë, në frikë, në pasiguri, në dhunë dhe në luftra. Njeriu i sotëm ndjehet i humbur, i lodhur dhe i pasigurt për të ardhmen. As mali i zi dhe rajoni nuk janë të përjashtuar nga këto shqetësime dhe tensione. Por Krishtlindja na sjell një lajm të mirë, një lajm tjetër, një lajm të ri. Errësira nuk ka fjalën e fundit, Zoti nuk na ka braktisur. Ai hyn në historinë tonë, në plagët tona, në frikat tona për t'i shëruar dhe për t'i kthyer në shpresë. Nuk vjen me forcë, as me armë, as me kërcënime, por vjen me dritë. Lind si fëmijë, i vogël dhe i pamprojtur, për të na treguar se dashuria është më e fortë se çdo dhunë. Kjo dashuria e hyjit nuk është vetëm një dhuratë për t'u pranuar, por është thjesht një thirrje për ta jetuar. Nafton të heqim dorë nga urrejtja, nga egoizmi dhe nga dhuna dhe të jetojmë me drejtësi, me paqe dhe me dashuri. Krishtlindja është edhe një thirrje në përgjegjësi. Këtu në Maltezi, në një vend me histori bashkëjetese dhe dallimesh, jemi të ftuar të jemi ndërtues të paqes, të ruajmë dinjitetin e çdo njeriu edhe të zgjedhim dialogun në vend të përçarjes.
Si besimtar jemi të thirrur të jemi dritë aty ku ka errësirë, shpresë aty ku ka dëshpërim dhe afërsi aty ku ka vetmi. Të dashur vëllezër dhe motra, në Krishtin na është dhënë shpresa që nuk zhgënjen. Një shpresë që nuk mbështetet në forcat njerëzore, por në besnikrinë e hyjit. Le të ndizet kjo dritë dashurie në zemrat tona, në familjet tona dhe në gjithë malin e zi. Le ta mbush fëmia i Betlehemit jetën tonë me paqe, edhe le të na shoqëroj me bekimet e tija gjatë gjithë vitit që është para nesh. Me këtë fe, në emër të i pezhit e Kotorit, të i pezhvisë e Kotorit, si edhe në emër të argjipezhvisë e Tivarit, dhe në këtë shpërë,